ka nevojë dikur një karrocë, im lidh pak aty, edhe ja bëj. Vazhdimisht shpërndan karroca që është një diçka shumë e vlerë që ka mungesë në Kosovë, edhe besoj janë edhe të kushtueshme se kom pa që ka karroca me rrymë, edhe sa po arrin me grumbullu mjete për me ble karroca, apo po ka ndonjë fond nga jashtë? Jo, më thonë drejt baki, s'kom siguru fonde për jashtë, ala. Unë angazhona vetëm me raste, për shembull. Ka nevojë dikur një karrocë, im lidh pak aty, edhe ja bëj. Po, këto karroca me rrymë po kushtojnë 7 po kushtojnë, e o problem, që unë vetë sot i kom dhonë 2 me rrymë. Edhe pak më ertuar këtu më thirë njënë dhe burë tha, e ndret, ma po tha një karrocë me rrymë, bilet den ka tonë, tha me tonë me pi, tha një kafe të shka, tha se jo me jetë pshele burve s'mena. Tash, këto raste më prejki mu, se unë me njëherë jam tip që prejkja, edhe me njëherë e di që është që është të qatë, se kur gjumë është një nuk ka si me najtë mërë, edhe e di që është të kese kjo punë, edhe shkoj me njëherë angazhona me japozë këdhen. Tash, sot dje në fakt, më ka ardhë një kamion prej Zvistra, kanë qenë 2 krevot elektrik, 2 mashina pastrimit, tenve dhe një tjetër 112 pako me tesha, me kpuc, veshje, veshbathi dëshme për të rejtën në parkmi, lodra.